Temperaturat e larta nuk janë i vetmi shqetësim gjatë stinës së verës. Mjekët paralajmërojnë se gjatë muajve të nxehtë shtohen rastet e personave që kërkojnë ndihmë mjekësore si pasojë e pickimeve nga insektet dhe zvarranikët. Më të ekspozuar ndaj këtij rreziku janë fermerët, si dhe punonësit që ushtrojnë aktivitetin në terren, por edhe pushuesit që frekuentojnë zonat malore dhe bregdetare. Specialistët këshillojnë marrjen e masave parandaluese, duke përdorur produkte mbrojtëse kundër insekteve dhe duke treguar kujdes gjatë qëndrimit në natyrë. Pacientët e ndjejnë, domethënë që kanë pasur një pickim, nuk mund ta identifikojnë gjithmonë agjenti se çfarë ka qenë, po e ndjejnë. Po në rast se fillojnë dhimbje të difuze të muskujve, ëjtje e kështu me radhë, atëherë duhet të kemi kujdes dhe të paraqitemi për ndihmë. Pranë shërbimit të urgjencës janë paraqitur edhe këtë sezon në raste pacientësh të pickuar nga gjarprinjt, bletët, mirimangat dhe insektet të tjera. Pickimet nga gjarprinjt kanë filluar. Nuk kemi pasur fatalitete, janë raste të lehta, por rastet e fataliteteve janë të rralla, por gjithsesi për çdo rast nuk mund bëhet parashikim. Mirë është që pasi ka ndodhur të paraqiten dhe të kërkojmë ndihmë mjekësore dhe të jenë nën kujdesin e stafeve mjekësore për të parandaluar komplikacione jetëkërcënuese. Ndërkohë, specialistët u bëjnë apel fermerëve dhe të gjithë personave që punojnë në ambiente të hapura të përdorin veshje mbrojtëse, këpucë të përshtatshme dhe mjete kundër insekteve për të minimizuar rrezikun e pickimeve gjatë ditëve të nxehta të verës.